Punime artizanale të realizuara nga nxënësit e 11 shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme të Bashkisë së Shkodrës, të cilat funksionojnë gjithashtu si qendra komunitare, janë ekspozuar në panajirin Art Zeje dhe Sport i zhvilluar në sheshin Parabashkisë. Aktiviteti organizuar nga Zyra Vendore e Arsimit vjen në kuadër të një programi që po zbatohet prej 3 vitesh dhe që synon ruajtjen e traditës artizanale dhe evidentimin e talenteve të reja në këtë fushë. Përzgjedhja e komponenteve të programit është bërë nga vetë shkollat në fakt dhe është bërë edhe në varësi pak të tipologjisë së zonës ku shkollat janë të vendosura, por nga ana tjetër është bërë edhe në varësi edhe të talenteve që her mas here shkolla ka pasur dhe ka evidentuar ndër vite. Nxënësit prezantuan vetë në këtë panajir punimet e tyre, të cilat përfshinin piktura, qëndistarikë, dhënie në dru edhe krime të tjera të realizuara gjatë këtij viti shkollor. Ne kena vendosur që me pru këto punime. Këto janë vetëm disa, sepse kena punu më shumë, por vetëm këta kena mujt me pru për sot. Më shumë na pëlqen më marrë me pikturën, sepse kena talentin që është 10 vjeçë që jena marrë me kursin e artit. Më shumë pëlqen me bardhëzim, më shumë me laps. Anja është gjëja që më vjen më shumë dorë dhe realizoj më mirë. Na pëlqen shumë sepse është një kulturë ka të tjera që kam bërë. Kam realizuar lule edhe unë. Edhe kam vizatuar kështu se edhe mua më ka mësuar mësuesja që bën kurs. Programi Art Zeje dhe Sport i mbështetur nga Ministria e Arsimit ka gjetur përkrahjen edhe nga prindrit dhe komuniteti lokal, duke kthyer këtë iniciativë në një pikë takimi për ruajtjen e vlerave kulturore dhe nxitjen e krijimtarisë së të rinjve.